role të ndara tek secili, do thotë që ka një lloj strukturimi të mirë menaxhuar nga ana e drejtuesve të call centerit. Para që sa kanë menduar jo vetëm se si të zhvasin, kanë menduar edhe hapin e dytë apo hapin e tretë që pas zhvatjes ku do t'i çojnë këto para, në cilën formë do t'i investojnë, në cilën formë do t'i bëjnë transaksionet me qëllim që të shmangin. Megjithatë, sa i përket asaj se çfarë zakonisht rezulton në të tilla raste AIDA është se në një farë mënyre, edhe akuzat publike, po të shohësh, edhe gjithmonë ka akuza që, le themi, pjesa call centerëve mbështetet nga policia. Do t'ishte me vlerë që hetimi në këtë rast të gjurmonte dhe të shite nëse do të kemi punonjës të policisë të përfshirë. Deri në këtë rast, deri në këtë moment që ne flasim për korrektesë, nuk ka emër të punonjësit policisë të përfshirë, përveç 9 emrave që cituam 7 prej tyre masat arrest me burg dhe 2 tjerë ka një masë më të lehtë sigurie, siç është ajo e ndalimit jashtë vendit.